cilat po dalin, kanë hinë një cikël të interpretimeve, e që s'pa arrin. Maloku tha është letë për të kuptuar situatën, megjithatë edhe gjykata kushtetuese. Urna? Kush? Maloku. Edhe gjykata kushtetuese ndoshta në moment ka shkështuar situatën. Maloku shpalli edhe fajtor këtu edhe boni profilin edhe gjendjen psikologjike qytetarëve, po fajtor shpallën proces gjyqësor. Politik mund të ketë përgjegjësi për mosveprimet politike që kanë bërë. Jo, nuk shpalla fajtor, nxorra përgjegjësin. Fajtor në mënyrë eksplicite e the, edhe lem tash ta kryjnë. Pa emën dhe mbjemën, një subjekt politik në Republikën e Kosovës që e ka pas mundësinë dhe... Që e më bërg nëse ke shpall fajtor, mere shka që e ekzekutojë më bërg. Shpall të ka fajtor. Ja, dhe dhash vlerësim. Duhet kemi kujdes në shprehje që përdoren, jashtëzakonisht kam kujdes. Përgjes për Dhash fjallën vlerësim, publike. zoti Shkodra, vlerësim dhash do unë që qëndroj këti Jemi vlerësimi. përgjes për fjallën Jo, publike. gjykim, andaj po them. Fjalla publike ka pesh. Është e vërtet. Tash dihet më praktikat e miratimit të buxhetit të Republikës është draft ligj, i cili i dërgohet prej Ministrisë së Financave, për ku vendin shkojnë 2 herë në leximin e parë nga Komisioni për Buxhet, Financa dhe Transfere dhe në leximin e 2 sipas vërejtjeve apo propozimeve për amandamentimet të deputetëve. Në situatën në cilën gjindemi tash është paksa komplekse për faktin se dihet që edhe kuvendi, edhe iniciativa qytetare, buxheti është ligj, projekt ligj, momentin që aprovohet nga kuvendi bëhet ligj. Tash në sistemin ton kushtetues juridik që është, ligjet mund të iniciojnë edhe vret prej deputetëve të kuvendit të Kosovës për një numër të caktuar të qytetarëve të Republikës, po në rastin konkret, në rastin konkret është sponsor i këtij ligji zakonisht në situata normale është Ministria e Financave. Por sipas hartimit të politikave afatmesme të nevojave të cilat ata i shpjegojnë me anë të tabelave kur e prezantojnë projekt buxheti. Në rastin konkret po krijohet një situatë ma me panik se sa që është, edhe në gjendjen në të cilën gjindemi. Po kryet një situatë ma me panik? Ma me panik se sa që është, se nuk është krejt që është që është po prezentohet, se me ligjin do me thonë, me kushtetutën, me rregullorin e kuvendit, dhe me ligjin për menaxhimin e financave publike, është e specifikuar që mund të shpenzohet, mund të përdoret buxhetit 12 e tij deri në aprovimin e buxhetit të ri, që i bie dikon deri në vetëm se kjo është situatë emergjente pastaj. 12 e tij, nëse s'ka lënë buxhetin, nëse s'kemi buxhet deri në kurrë në shkurt. Deri në mars, aty dikon domethënë ka pas praktika të tilla, edhe kaluar për çështje, po themi emergjencë. Gjitha parakushtet, për shembull investime kapitale edhe të tjera. Janë shumë procese që penguan. Gjitha parakushtet, domethënë, për me dal nga kjo situatë që është vendi, na gjithë pajtohemi që nuk është mirë kjo që ka ndodhur, kjo blokade pa kuptim, thuajse nivjeçare, por në rast që do të shkojnë me kokëforsinë e tyre partitë politike për të mos kriju qeverinë e Kosovës, vendi do të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme dhe mendoj që gjithë procesi do të mbyllet në muajin janar, ku do të fillojë të ketë negociata serioze, më pastaj partitë politike do të reflektojnë që të jenë pjesë në qeverie do të reflektojnë, thoni. E cila do të vënte disa kondikta me rastin e marrëveshjes së bashkëqeverisës, ku do të përfshijë edhe zgjedhja e presidentit dhe më pastaj edhe kjo skenari më i mirë të tjera. Shkodra. Po jenë prirë për me besu edhe me mendu pozitivisht. Dakor. Kemi menuar pozitivisht që nga, po themi, caktimi i datës, seancës konstruime, me atë, ja ku jemi. Nëse ka një skenar, flasim për skenaret të mira, skenarin më të mirë, si do të arrijë një marrëveshje për miratimin e buxhetit për vitin e ardhshëm. Nëse ka një takim tek presidenti, edhe është fol edhe nga zyra e saj që ajo do të kërkojë një farë lloj kompromisi mbas edhe në këtë kontekst, apo edhe një qeveri tranzicionale, teknike, nuk e di se si do të mund të ishte ajo.